si shef disat që kanë qenë në industrinë tonë të muzikës? Po disat më tepër se sa real si në Amerikë, mua më duken si të stisur për të rrequr vëmendjen ose për të bërë pjesë e industrisë. Ka qenë disat nuk i kuptoj shumë, me thënë drejtën, sepse ne nuk kemi pasur dis dhe bif me asnjë, mund të jemi ndër këngëtarët, mos ta them që jemi grupi vetëm që nuk kemi pasur as dis as bif me askënd. Asnjëherë, sepse kemi gëzuar respekt dhe domethënë puna jon ka qenë aty, edhe ai që nuk e ka pëlqyer, minimumi që ka bërë është që e ka respektuar. Pra kjo ka qenë. Kurse për sa i përket, unë kam qenë shumë jashtë dhe kam ndënjur, kam zgjedhur të jem jashtë çfarë lloj bifi, sepse kur po në kohën që ka qenë TBA, ritmi i rrugës. Këtu te këto emra do të ndalesh sepse kanë qenë grupe nga të cilat mua më kanë shënjuar për mënyrën se si kanë bërë këngët. Ritmi i rrugës, Tingulli Trend, Unikatil, edhe të gjithë çunat që kanë qenë brezi i kësaj i tyre. Domethënë ky lloj brezi, po themi. Dhe kanë shënjur sepse unë kam ndjekur që kanë qenë shumë të vërtet. Pavarësisht se rrugës dikush mund të ketë bërë komercin e tij, biznesin e tij, është e drejtë e tij që të bëjë maksimumin, sepse është produkti im dhe dua ta marketoj dhe ta shes dhe ta çoj përpara si më tepër, por ka shumë vërtetësi tek ata, ka shumë vërtetësi dhe për sa vlen është fakti që ne ose unë specifikisht i vlerësoj të tjerët për atë vërtetësinë që transmetojnë te publiku, dhe këtë vërtetësinë ta transmeton këngëtari një, po dhe publiku që e mbështet dy. Tani një bif, nëse mujna me qujt i hapur, ka qenë TBA, Tingulli Trend, pastaj vonë dikur ka qenë Baba Stars me labelin OTR. Ma besoj që i vetmi bif që unë kam dëgjuar ka qenë Noizi me Stresin, dhe është sepse ai u bë shumë publik nëpër media dhe vetëm ashtu e kam dëgjuar, por unë